Pyet më të braktisura në botë. Ja disa nga pyet më të braktisura dhe misterioze në botë, të njohura për izolimin, historinë e erët ose mungesën pothuajse totale të banimit njerëzor. 1. Pylli Aokigahara. Japoni. Ndodhet pranë malit Fuji, shumë i dendur me shtigje që humbin lehtë, i njohur për heshtjen e thellë dhe reputacionin e frikshëm kulturor. Autoritetet japoneze e monitorojnë vazhdimisht. 2. Pylli Chernobyl. Zona e përjashtimit Ukrainë. Pyet e braktisura pas aksidentit bërthamor të vitit 1986. Natyra ka rimarrë zonën pa praninë e njerëzve. Sot është një nga zonat më të izoluara në Evropë. 3. Pylli Hoja Baciu, Romani. I quajtur shpesh pylli më misterioz në Evropë. I braktisur nga banorët lokal për shkak të legjendave dhe fenomeneve të pazakonta, pemë me forma të çuditshme dhe hapësira pa vegjetacion. 4. Pylli Dering Woods. Screaming Woods, Angli. Pylli i vogël por i braktisur, i famshëm për legjenda lokale dhe zhurma të pashpjegueshme, vizitohet rrallë kryesisht nga studiues dhe aventurier. 5. Pyet e Taikës Siberiane, Rusi. Zonat e mëdha pyjore pothuajse pas një banim njerëzor, klima ekstreme dhe distanca e madhe i bën shumë zona plotësisht të braktisura, një nga ekosistemet më të egra në tokë. 6. Pylli Tongas, Arask, SBA. Pylli i dendur dhe i lagësht. Zonat e mëdha pa rrugë, pa fshatra dhe pa infrastrukturë, shumë pak njerëz jetojnë ose kalojnë aty. 7. Pylli Darien, Panama, Kolumbi. Gjungël shumë e dendur dhe rrezikshme për kalim, pa rrugë të qëndrueshme, konsiderohet një nga zonat më të paprekura nga njeriu. Pse quhen të braktisura? Mungesë totale ose pothuajse totale e banimit njerëzor, terreni i vështirë ose klimë ekstreme, histori katastrofash, izolimi ose legjendash kulturore.